بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندرويم ذا لندرويم الله لنا السور أشتوسيش مريتنا جل شأنه وتقدست أسماؤه. Selamat ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë me dersin e 49 me radhë nga tefsiri i Kur'anit famlar, gjithsesi surës Al-Baqara, e që neve jemi mbetur tek ajeti 111, 12 dhe 13, ku me lenin Allah të lartësuar do i shpjegojmë sot këto 3 ajete të Kur'anit famlar në mënyrë që neve si besimtar të marrim dobi nga fjalët e Zotit xhalla xjalaluhu. Në dersin e kaluar dashur vëllezër, shpjeguam se si Allahu i lartësuar i tregoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që një pjesë dhe një grup i thtarëve të librit dëshiron që t'ju kthej prej besimit në mosbesim dhe nuk dëshiron që të vinë ndonjë mirë dhe ndonjë hajër. E Allahu xhalla wa'ala e porositi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij që mos të mirën me ta, po ta falin namazin, ta dhanë zakatin dhe të bëjnë vepra të mira në mënyrë që ta vazhdojnë rrugtimin e tyre drejt Zotit xhalla wa'ala ashtu siç duhet. Mirë po i thartë e librit nuk e lënin rahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur i shikon kronologjikisht ajetet se si kanë ardhur, domethënë e sheh se sa Islami është tolerant ndaj të tjerëve, sa është Islami tolerant ndaj të tjerëve. Kur i sheh ajetet se se si është ballavaçu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thtarët e librit jehudët e krishterë dhe se si është argumentuar dhe se si ka prua argumente aq të qarta, ata do të thonë sjellja e tyre ka shqipi nga Meri sallallahu alaihi wasallam Kur'anit famlar dhe argumenteve të Zotit ka qenë shumë sjellje jo korrekte. Për këtë edhe Allah azza wa jall na tregon edhe në këto ajete në vazhdim ku than wa qalu la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allahu jalla wa ala na thot dhe na tregon që jehudët e krishterët thanë kurse si nuk ka për të hyrë në xhenet askush përveç atij që është jehudi ose i krishter. Ata thanë pra, e Allahu xhalla wa ala po thotë thuaj Muhammed hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sillni pra argumentet, nëse jeni të sinqertë dhe të drejtë pra në fjalët e juaja. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Allahu xhalla wa ala thot nuk është ashtu siç pretendoni ju. Men aslama wajhahu lillah. Ai që ja dorëzoi tërçanjen e tij Zotit xhalla xhalalu, wa huwa muhsin. Edhe ai është bëmirës, Allahu xhalla wa ala thot falahu ajruhu 'inda rabbih. Ai do ta kesh shpërblimin te Zoti i tij duke mos pasur frikë dhe as pikëllim. Pastaj ajeti tjetër thot wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay'in وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Allah pastaj na tregon në ajetin vazhdim që polemikën mes jehudëve dhe të krishterëve, të cilët e kanë akuzuar njëri tjetrin. Jehudët i kanë thënë krishterëve, ju nuk jeni të mbështetur në asgjë dhe kanë mohuar Isaun dhe Tevrat dhe Injilin. Ndërsa të krishterët kanë thënë, as ju pra nuk jeni në asgjë, e kanë mohuar Musa alayhis salam dhe Tevratin, wa hum yatlun al-kitab. Allah thot dhe ata e lexonin librin. Pastaj thot Zoti xhalla xjalaluhu, Allahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Padyshim që Allahu xhalla wa ala në ditën e gjykimit ka për të gjykuar zënkat dhe polemikat që i kishin në mes vete. Këto ajete do i shpjegoj me lejen e Zotit dhe do marrim dobi. E para dashur vëllezër, këta thanë pra Allahu xhalla wa ala thot në Kur'an që jehudët thanë nuk do të hyjnë në xhenet veç sa ai që jehudi. Të krishterët thanë nuk do të hyjnë në xhenet veç sa ai që është i krishter. Allahu xhalla wa ala na tregon për këtë edhe në ajete të tjera ku thanë në surën Maide nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Jehudët thanë ne jemi dëbitë e Zotit dhe të dashurit e tij. E Allahu xhalla wa ala thot atëherë فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. Atëherë pse Zoti proprio ju dënon juve me gjunat e juve. Qofse ishit të dashurit e Allahut, Allah nuk i dënon të dashurit e tij. Pra Allah e përgënjeshtron thënien e tyre në shumë ajete të Kur'anit, ashtu siç neve e kemi parë më herët,
Po ata thanë që nuk do të na djeg zjarri vetëm se 40 ditë. E Allahu xhallahu ala prapë përgënjeshtroi thënien e tyre. E Ebul Aliya thot tilka amaniyuhum. Këto janë fantazitë e tyre, thot Allahu xhallahu xhalal. Ebul Aliya një prej tefsirologëve dhatë, gjithashtu edhe Qatada dhe Rabi ibn Anas thonë, këto ishin fantazi që dëshironin t'u bëjnë realitet Allahu xhallahu shanuhu wa taqaddasat ismuhu. Pa asnjë të drejtë, pra fantazitë e tyre mundonin që t'ja u legjitimoj Zoti xhallahu xhelaluhu me pa të drejtë dhe pa asnjë të drejtë. E Allahu xhallahu ala i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thuaj Muhammed, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Qofse thoni ashtu dhe pretendoni që vetë ju keni me qenë xhenet li, hatu burhanakum, bëni argumentet e juaja. Pra cili është argumenti juaj që vetë ju keni me qenë në xhenet? S'ka argumente. Nuk ka argumente. E Allahu pastaj thot bela men aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Pra nuk është ashtu siç pretendoni ju. Pra ai i cili ja ka dorëzuar tërçanin e tij Allahut subhanahu wa taala, wajhahu ftyrën e tij Zotit xhalla xhalaluhu. Thot një prej ulemave të Islamit, thot Said ibn Jubairi rahmetullah alayh, thot bela men aslama wajhahu, ai që ja ka dorëzuar çanin e tij, do thot ai që ja ka dorëzuar Allahut fen e tij, pra. Wa huwa muhsin, edhe ai është që e ka pasuar të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra po doni me ditë kush është në xhenet? Allahu po thot ai i cili komplet veprat e tij i bën të sinqerta për Allahun e lartësuar, nuk e mos i bërë shoq atij në adhurim, ashtu si se komenton Ebul Aliya. Dhe kushti i dytë, wa huwa muhsin, është ai i cili e ka pasuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra, nga ky ajet i Kur'anit, përgjigjja e Zotit xhallahu ala ndaj tyre është që veprat për mu pranu tek Allahu i lartësuar i kanë dy kushte. Veprat për mu pranu tek Allahu xhallahu xhelaluhu i kanë dy kushte. Sepse Allahu kështu e mëson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i thot fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Nëse të polemizojnë ty ata o Muhammed, atëherë thuaj që tërçanjen time ja kam dorëzuar Allahut dhe i tharrat e mi gjithashtu. Pra prej kushteve për pranu vepra është me qenë sinqert për Zotin, duke mos i bërë shoq atij në adhurim, dhe e dyta për ta pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra njeriu mundet me qenë i sinqert në veprat e tyre. Në veprat e tij mundet me qenë shumë i sinqert. Ai mendon që është duke adhuru Zotin ashtu siç duhet. Duke mohu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, duke mohu Kur'anin famlar, duke mohu Zotin ashtu siç ta ka në Kur'an, thotë unë adhuroj Zotin sinqerisht. Në rregull, kushtin e parë ke bëcu. Po si e pasu Resulullah Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atëherë vepra shkon në hoç. Vepra shkon në hoç sepse Allah thotë wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Pra ata që se pasojnë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit thot Zoti xhallahu ala, e ne i kthejmë ndonjë vepre që e bën ata dhe e bëjmë atë hije plohur. Allah thot, atë vepër që është pretenduar që është bërë me sinqeritet, duke mos e pasuar legjislaturën e fundit Zotit tok, thot ne e bëjmë hi edhe plohën ditën e gjykimit. Gjithashtu thot Allahu xhalla xhalaluhu, walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a. Allah i lartësuar thot, veprat e tyre që nuk e besuan janë si valët nga rrezet e diellit. A ke pa ku njeriu hes në shkret e tij? Kur hes në shkret e tij, edhe prej valëve të nxehtësisë i doket që posh një oazë me ujë larg, edhe vrapon. Thot Allahu kështu janë veprat e atyre që nuk e besuan Allahun dhe të dërguarin e tij dhe Kur'anin famlar. Kur vrapon zot tek ajo oazë që ju duket atyre, lam yajidu shay'an. Nuk gjen asgjë. Po e kanë gjetë Zotin xhalla xhalaluhu, ja u merr shpirtin, edhe ai do t'i llogarit për veprat e tyre. Pra hije plohën ja bën veprat për arsye se nuk e kanë pasuar Resulullahun sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot Allahu xhalla ala, wujuhun yawma idhin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Atë ditën e gjykimit do shohësh fytyra
që janë të përullura, amile, kanë punu shumë në këtë dënja, janë raskapit të punue në rrugën e kotë. Janë raskapit të punu në rrugën e kotë. Jënë lorë, mi po ja ka huqë, kretë ja ka huqë. E Allahu Gjelle wa Ala thët, tasla naran hamie, do të hudhe në zjarë i cili është i ndezur fort. Dhe pasaj thët, tuska min ajnin anije, do të pinë ujë të vluar. Do të pinë ujë të vluar, Allah në rujë për i ti. Më thonë, njeriu ka mundësi që të jeti sinqert në veprën e ti. E bën për Zotin, mirë po jo, nuk e beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nuk e beson Kur'anin famlar, nuk e beson Allahun azza wa jall ashtu siç ka ardhur në Kur'an, Allahu i lartësuar po thotë që veprat e tyre kanë shkuar në hoq. Sepse nuk është pasuar Resulullah. Dhe e dyta, ka mundësi që njeriu të bëjë vepra të mira, wa huwa muhsin, e pason Resulullahun në të jashtëmen e tij. E pason Resulullahun, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e beson Allahun, është musliman i jashtëm, do të thonë falet, e pason Resulullahun në të jashtëmen e tij, ose është i sinqert në të brendshmen e tij. As këtina nuk i pranojnë veprat. Sepse këta janë kategoria e munafikave. Pra kategoria e parë janë ata njerëz të cilët në të jashtëmen e tyre dhe në të brendshmen e tyre e kundërshtojnë Resulullahun sallallahu alaihi wasallam, e kundërshtojnë Kur'anin famlart, e kundërshtojnë rrugën e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam dhe Islamin, mirë po në të brendshmen e tyre punojnë disa vepra të sinqerta. Allahu po thotë që nuk pranojnë. Pastaj kategoria e dytë janë ata njerëz të cilët në të jashtëmen e tyre e pasojnë Resulullahun sallallahu alaihi wasallam. Në të brendshmen e tyre, pra në zemra e mohojnë Resulullahun dhe Kur'anin dhe Allahun subhanahu wa taala. As këtyre nuk i pranohet, sepse Allah subhanahu wa taala thotë innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Munafiqët të përpiqen ta mashtrojnë Allahun e lartësuar, duke u paraqitur rrejshëm si besimtar, por Allah i lartësuar thotë e mbizotron dinakrinë e tyre. E mbizotron Allahu xhalla wa ala dinakrinë e tyre. Edhe kur ngritën thotë mu fal, ndërsa muslimanëve ngritën të përtac, domethënë njerëz dembela, wala yadhkuruna Allah illa qalila, edhe se përmendin Allahun fare hiç pak krejt. Sa më opate musliman. As këtyre njerëzve Allah azza wa jall nuk ja pranon namazin e tyre, as veprat e tyre, për arsye se për mu pranu vepra është me qenë sinqert për Allahun, pa i bërë shoq atij në adhurim, dhe e dyta duhet mu pasu rruga pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse Allah azza wa jall e dha këtë përgjigje për ata që thanë veç na kena me gjë. Për këtë thotu, fawailun lil musallin, thot Allah azza wa jall, surën al-Maun, mirë për ata që falen, alladhina hum an salatihim sahun, të cilët ndaj namazit të tyre janë të shkujdesur. Domethënë çka? Namazin e falin sa përsye faqe. Alladhina hum yura'un wa yamna'un al-maut. Cilat falen sa për t'i pa të tjerët edhe nuk ju del nga dora asnjë qindrak, dhe janë të koprac. Mirë për këta, pra është për munafikët të cilët nuk e falin namazin vetëm sa për të parë të tjerë dhe ju për Allahun azza wa jall. E Allahu xhalla wa ala në ajetin e surës Kehf na tregon se kategoria besimtarëve janë këta. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي ثلثت كان يرجو لقاء ربه shpreson në takimin me Zotin e tij, فليعمل عملا صالحا, të punon vepra të mira, të sinqerta për Allahun xhalla xhalaluhu, edhe mos t'i bëj shok as gjë Allahut në ibadet në adhurimin ndaj tij. Pra mi plotsu kushtet, me qenë sinqert për Allahun xhalla xhalaluhu, edhe me qenë pa i bërë shoq Zotit, duke e pasur Resulullahun sallallahu alaihi wasallam. Pra këto janë ata të cilët do ta gjejnë te xheneti i Zotit xhalla xhalaluhu veprat e tyre. Për këtë edhe thot Allahu, falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Kjo kategori pra njerëzve do i gjej shpërblimet te Zoti i tij dhe nuk ka frikë dhe as nuk ka pikëllim për këtë kategori të besimtarëve, lutemi Allah të jenë prej tyre. Pse Allahu xhalla wa ala thot la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. S'ka frikë dhe s'ka pikëllim. Për arsye se njeriu kur shkon me një destinacion që nuk e din ku po shkon,
friksohet për të ardhmen e tij. Friksohet për të ardhmen e tij. Nuk e din destinacionin ku është duke shku, a është mirë apo nuk është mirë, a është i sigurt apo nuk është i sigurt. E Allah po thot, mos ki frikë se ahireti jot që ti je mësy drejt tij, është i sigurt. Rrugtimi jot është i sigurt. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ata që thanë Zoti unë është Allahu, pastaj qëndruan fort në fenë e Zotit, tatanazzalu alejhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Ju zbresin melekët në momentet e vdekjes dhe çka i thonë? La takhafu wala tahzanu. Mos u friksoni për të ardhmen e juve se është e sigurt, wala tahzanu, edhe mos u piklloni për dynjan që po e leni. Wa abshiru bil janna. Edhe i përgëzojnë me xhenet. Pra, Allahu xhalla wa ala këto kategori të njerëzve ju thot, s'ka frikë për juve për të ardhmen e juve në ahiret, sepse është e sigurt, xhenetin e keni të sigurt, po mos u piklloni, mos u mërzitni për dynjan që po e leni, sepse diçka më e mirë ju pret se sa dynjaja që keni qenë ta. Pra këta janë ajo kategori që Allahu azza wa jalla jep përgjigjen për ata të cilët thanë që veç ne kanë më shku në xhenet. Pastaj Allahu xhalla wa ala në ajetin e vazhdim na tregon për polemikën që ka ndodhur mes këtyre dy grupeve, mes jehudëve dhe të krishterëve. Wa qalet al yahudu laysat an nasara ala shay. Jehudët thanë, të krishterët nuk janë të mbështetur në asgjë. E mohuan Isaun alayhis salam dhe Injilin. Shkak i zbritjes së këtij ajeti dashur vëllezër është një delegacion që ka shku tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë nga Nejrani, të cilët kanë qenë të krishterë. Pra Nejrani, që është sot qytet mbrana Arabisë Saudite, ka qenë i krishterë në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një mbretëri e vogël. Kanë shku delegacion i krishterë tek Resulullah sallallahu alaihi wasallam për të polemizuar për Islamin dhe për fenë e Zotit, dhe vijnë ajete të tjera që na shpjegojnë detajet dhe shkak i zbritjes së kul huwallahu ahad, ka qenë ky delegacion sipas rivajeteve të tefsirologëve, por tema nuk është tek delegacioni i Nejranit, por tek ajeti që ka zbritur Allahu azza wa jalla. Kur kanë marrë vesh jehudët në Medinë që kanë qenë, që ka ardhur një delegacion i krishterë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë shkuar edhe ata së bashku. Edhe kanë filluar me polemizuar në mes veti kush është në hak para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Resulullah veç po shikon. Kanë filluar ata me urrok mes veti. Edhe një prej rabinëve, një Rafi ibn Huraymila, e ka pas emrin, ju ka thonë krishterëve, ka thonë ju nuk jeni në rrugën e drejtë. Edhe e ka mohuar Injilin si libër të Zotit dhe e ka mohuar Isaun alayhis salam si pejgamber të Zotit. Një prej delegacionit të krishterë që ka qenë për Nejranit, ja ka kthy, ka thonë ju nuk jeni pra në rrugën e drejtë, ne jemi në rrugën e drejtë. E ka mohuar Tevratin si libër të Zotit dhe e ka mohuar Musa alayhis salam si pejgamber. E Allah azza wa jall si shkak ja zbret më herë ajetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam që tregon që polemika aty nuk është në rregull. Wa qalet al-yahudu laysat an-nasara ala shay. Allah zbret ajetin thotë jehudët ju thanë krishterëve se ju sini në rrugën e drejtë. Wa qalet an-nasara laysat al-yahudu ala shay. Dhe nasara krishterët i thanë jehudëve që ju nuk jeni në rrugën e drejtë, wa hum yatluna al-kitab. Shikoni se si Allah azza wa jall argumenton. Thotë ata e lexonin librin. Në librat e tyre e dinin fort mirë që nuk është ashtu siç po thonë. Thotë Allahu xhalla wa ala, e dinin fort mirë që në librat e tyre nuk është ashtu siç ata janë duke pretenduar për njëri tjetrin. Sepse në Tevrat ka shkruar fort mirë që Allahu xhalla wa ala do ta dërgojë Isa alayhis salam si pejgamber të Zotit dhe do ta dërgojë librin Injilin. Është dashur të pasohet Isa alayhis salam. Gjithashtu në Injil ka shkruar për Musa alayhis salam, që ka qenë pejgamberi i Allahut, ka shkruar për Tevratin që ka qenë libri i Zotit dhe është dashur të mirët prej tij legjislatur prej anës së pasuesve të Isa alayhis salam. Dhe nuk është ashtu sikur pretenduan ata që ju nuk keni qenë kurrë në rrugë drejtë, kanë mohuar pejgamberin Allahut. Të dy palët, për arsye se të dy palët kanë qenë në rrugën e drejtë në kohën e tyre. Pra Allah xhalla wa ala na tregon që kur ka ardhur Musa alayhis salam, është dashur gjithë njerëzimi ta pason Musa alayhis salam, sepse ka qenë pejgamberi i Allahut. Derisa është ardhur Isa. Kur ka ardhur Isa, të gjithë njerëzit është dashur ta pasojnë Isa alayhis salam dhe librin e Zotit që ka zbritur Injilin. Derisa ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur është ardhur Muhamedi alayhis salatu wasallam me Kur'anin famlar, të gjithë është dashur ta pasojnë Resulullah
sallallahu alaihi wasallam dhe jo të shkojnë dhe të polemizojnë me Resulullah sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Dhe Resulullah alaihi salatu wassalam na tregon që se si është sill me ta, veç i ka shiku. Veç i ka shiku. Dhe Allahu Jalla wa Ala pastaj ja zbret ajetin e Kur'anit ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim." Të njëjtën fjalë të që pëthojnë këta në mëzveti, ja kanë thonë mushrikët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ti o Muhammed si në rrugën e drejtë. Njëjtën fjalë thot: "Fallahu yahkumu bainakum fima kanu fihi yakhtalifun." Allahu do të gjykoj mes tyre, pra mes tyre dy grupeve, në ditën e gjykimit për shkak të mos pajtimeve të tyre. Allahu kur e merr premtimin që ka më marrë dhe me gjykun mes tyre dy grupeve, është një formë kërcënimi, për arsye se Allahu Jalla wa Ala i qet të gjitha në shesh. I qet të gjitha në shesh. Dhe kon e merr Allahu Azza wa Jalla në pyetje ditën e gjykimit detajisht e poshtron. Ashtu siç ka në hadith. Kon e merr në pyetje detajisht e poshtron pastaj. E kon e fal, nuk e merr në pyetje detaje. Ja fal gjunat për arsye se Allahu Jalla wa Ala është Ghafurur Rahim. Ky ajet është sikur se ajetin surën Hajj ku Allahu Jalla wa Ala thot: "Inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majus walladhina ashraku inna Allaha yafsilu bainahum yawm al-qiyamati inna Allaha ala kulli shay'in shahid." Është sigurt se Allahu Azza wa Jall do të gjykojë në ditën e gjykimit në mes të atyre që ishin musliman, në mes të atyre që ishin jehudi, sebej, në mes të atyre që ishin krishterë, zjarpotist, idhujtar. Allahu di çdo gjë dhe vështron çdo gjë. Pra, se pranoni që ne jemi në rrugën e drejtë, atëherë Allahu Jalla wa Ala ka më gjykuar mesin e ju. Ditën e gjykimit. S'po pranoni pra për Kur'anin që është libri i Zotit, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që është pejgamberi i tij dhe do të ndjekët rruga e tij, Allahu Jalla wa Ala i thot Resulullah, Allahu ka më gjykuar mes juve. Ti vazhdoj rrugën e drejtë. Wallahi kur e lexon këtë ajet, dhe ajetin tjetër ku Allahu Jalla wa Ala thot surën Saba: "Qul yajma'u baynana Rabbuna", ka më na tubu Allahu të gjithëve ditën e gjykimit. "Thumma yaftahu baynana bil haqqi", dhe ai ka më gjykua mes neve me drejtësi. "Wa huwa al-fattahul alim", dhe ai është gjykuesi i drejtë dhe i dijshëm. Kur i lexon këto ajete e sheh se sa tolerant është Islami ndaj të tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë këto kronologji të ajeteve që ne kemi shpjeguar që 40 derse thoj se ose më shumë. Se si i thret në rrugën e drejtë, se si lodhet me ta, se si polemizon me ta, se si i argumenton kur ata s'kan argumente, i mohojnë argumentet e Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Allahu ka më gjykuar mes juve. Lej mos u merr me ta. Pra, Islami nuk është ai i cili çysh janë të tjerët, me organizu inkuzicione që ja kima u kthytin në fejnë tonë, që ka ndodhur në Spanjë dhe në të tjera vende, ja do më thonë këra me të masakru dhe me të mytë, po Islami thot në rregull, ju s'po pranoni me qenë musliman, s'po besoni Allahun dhe Kur'anin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qëndroni, keni drejtat e ju. Keni drejtat e ju, adhuroni Zotin e ju, jetoni jetën e ju të lirë, jeni të lirë. La ikrahe fi din, Islami nuk është në fe me dhuna s'ken. Pra, s'po dëni me ardhë me neve në rrugën e drejtë, prit në pra gjykimin tek Allahu subhanahu wa taala, e ne për ndjekmi rrugën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepse mohimi një pejgamberi është mohimi të gjithë pejgamberëve, të cilët ta e mohonin pejgamberët e tyre. Njëri grup e mohonte Isaun, tjetri grup e mohonte Musaun. E Allahu xhallahu ala na tregon që mohimi një pejgamberi është mohimi të gjithë pejgamberëve. Sikurse që kemi shpjeguar disa herë shembullin e shtafetës në atletik. Në qoftë se një antar i grupit në atletik del nga gara, komplet grupi nuk i vlen gara. E ka humb garën. Ti mundesh me thonë, po unë te që të e kum pas, cilin? O, është dosh mja dhon shtafetën edhe atij tjetrit. Jo valla unë që të e kum garën, ani rre valla, se më zor shtime vazhdu garën. Ti rre, ama garën është dosh me vazhdu. Se te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u zdërzu shtafetën nga Isa alayhis salam. Jo s'u zdërzu në rri këtu, po rre valla se më zor s'marrvina. Ai pretendon që është u vrapu hala gara s'ka përfunduar. O, gara ka përfunduar me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ti je të ngro, po jo të ngro dallash. Po jo unë jam të ngro, ani nga valla se më zor. Ne kem të shtikur ka na monal ti nga, po gara është ka përfunduar me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam.
Ti po thuaj kam përfunduar më herët garën. Jo, ke dalbi në atletik medalën tjetër kush e fitoi? Jo, hala se ka fitu. Ani rre pro. Ditën e gjykimit e merr vesh kush e fiton medalën. Pra shkon Islami se sa është i qetë, sa është argumentues, sa është thirrës i të tjerëve dhe ballafaqus me argumente. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Birni argumentet, s'kem argumente, o nuk me hinë xhenet. Po s'kan çashtu Allah, do të më pru argument. Do të më pru argument. Allah po të thot argument është që kjo. Për me hinë xhenet, do të më qenë i sinqert me Allahun xhalla wa ala shumë, në fenë e tij me qenë shumë i sinqert me pasur Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kjo është argument. Andaj dashur vëllezër këto ajete me të vërtetë kur i lexon dikush, dhe ajete të tjera që vijnë në Kur'an, kur i lexojnë për shembull orientalistët ose filozofët ose islamofobët, po ja shikoni Islami. Islami thotë veç na kena me një xhenet, këta janë përjashtues, ta nuk e respektojnë ligjin, thrasin në mëzdorim fetar, racore, ligjore, më thash. Jo, kur ti shikosh kronologjinë e ajeteve, të sureve të Kur'anit, dhe të Kur'anit famlar, e merr vesh se kush është tolerant dhe kush nuk është tolerant. Me kon kanë jetu të tjerët në harmoni më shumë, edhe me kon kanë jetu muslimanët në harmoni më shumë. A kanë jetu të tjerët, fetë të tjera me muslimanët më shumë në harmoni, apo ne kemi jetu me të tjerët në harmoni? Jo, Allah. Të tjerët kanë jetu me sa kanë qenë në sundin islam, kanë jetu dhe më thonë më në harmoni se sa ne që kemi jetu me të tjerët. Prandaj këto ajete neve na shpjegojnë qartë rrugën e islamit, na shpjegojnë se sa islami është argumentues, se sa thret në argumente të forta të fuqishme, sa është tolerant ndaj të tjerëve. Resulullah që ka shikuar duke debatu para tina në Medinë të xhamia e tij dhe ja ka pru argumentet nga Kur'ani dhe Allah subhanahu ka thonë mos u merr me ta, fallahu yahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Allahu do të gjykojë mes tyre në ditën e gjykimit kur dalën para tij. Ne elusmi Allahun xhalla wa ala që të përfitojmë këto ajete me të vërtetë shumë të rëndësishme që si gjitha ajetet e Kur'anit që neve na mësojnë se si Islami është fe tolerancës, se si Islami thret në argumente, se si Islami thret në rrugën e drejtë, pa ja mohu të drejtën askujt prej njerëzve që jetojnë këtu, duke lutur Allahun xhalla wa ala që na bëj prej banorëve të xhenetit, së bashku me Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe me sahabët e tij. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.